Allahu shpërblet vëllezër nderuar. Më intereson edhe diçka që shumë herë në Kur'an përmendet shejtani si armik kryesor i njerëzit dhe posa ti e përmende shumë herë. Atëherë, meqense shejtani e ka një mundësi neve të na mashtron, ose të na bëj që e kota të duket e bukur ose e përjetshme dhe të lakmon njeriu pas saj. Atëherë, si mund ta kundërshtojmë pra këtë gjë nga shejtani i mallkuar? Allahu të nderoj vëlla. Edhe kjo një pyetje shumë e bukur. Prandaj i Madhi Zot neve na ka bërë namazet vallahi. 5 kohët e namazit, që njerëzit nuk ja din vlerën. Sikur t'ja dinin njerëzit vlerën namazit, do të vinin ta falin namazin duke u zvaritur. Zvar me një fjalë. Aq gjë madhështore është falja e namazit për Zotin. Sa që pejgamberi alayhi salatu wasalam e para gjë që ka thënë namazi, kujdesuni për namazin. Sepse namazi është e para gjë që tregon njeriu që ai është besimtar dhe është e fundit gjë që kur ta lër njeriu namazin, lihet besimi. Po të shikoni, namazi o vëllezër e motra është me të vërtet ushqimi dhe burimi kryesor i shpirtit. Sikur se trupi ka ujin, bukën, ajrin, ushqimi kryesor i shpirtit dhe pa të cilin nuk jeton dot njeriu është pikërisht falja e namazit, lutja që ne t'i bëjmë Allahut. Dhe i Madhi Zot na i ka ndarë ato në kohë të ndryshme që njeriu atë 5 minutë ka nevojë për Allahun dhe lejtësohet jashtëmase. Kur ta fali namazin, ndërmjet ti dhe shejtanit të mallkuar do të jetë distancë e madhe. Ai mallkuari mundohet të na lidhi nyje, të na ngrej kurthe, të na lidh në pranga, aman kur i shkëput prangat njeriu në momentin kur ai fal namazin. Kur e fal namazin, do besohet shejtani mallkuar dhe largohen. Dhe profeti ka thënë një thënie të bukur, kur vjen besimtari në namaz, vjen me shpinën të ngarkuar plot me gjunahe dhe mendja dhe stresi i ngarkuar plot me strese dhe me mendime që nuk shtyhet, nuk bëhet, nuk ecet. Po në momentin kur ai përkulet, i bjen gjunahet. Elhamdulillah. Dhe do dalin nga namazi me gjunahet të pastërta dhe me vizion të qartë në mendjen e tij.